Dhe me lidhje live i pashmangshëm Ron Kastrati, psikologu. Mirë se vjen. Faleminderit, mirë se gjeta. Shumë e rëndë gjithë situata, Roni, si është aty? Nuk dua të tingëlloj as pak konspirativ, por nëse kthehemi pak në histori, që nga pandemia deri më sot, situata përveç se është shumë komplikuar edhe në nivelin e dhunës violente, por edhe rasteve tronditse, specifikisht mbi rastin e dhunës tek adoleshentët. Edhe njerë, Roni, se unë besoj shumë shkencë, dhe kur po thua konspirativ, po vlet kuptoj se e keme vakcinat, e këtë s'po të me talon si hapësirë për me përdorë, sepse dhuna ka qenë edhe për para Covidit, mbase vëmendje njerëz është rritur pak më shumë për të parë tash ndryshimet që kemi para dhe pas Covidit, por shumica fëmijëve që sot mbase kanë 8 vjetë, dikush mund i ketë 15 vjetë, nuk janë vaksinuar fare, se s'kam pasur nevojë të vaksinohen, kështu që nëse po flasim për dhunën tek të miturit, s'ka lidhje vaksina dhe Covidi me ta. Jo, po, e shikon, pra, vetë pyete, vetë dhe përgjigja, pra aludove në atë që unë asë... Po kur the konspiracion, friksove, Roni, se nëse jemi në një linjë, jemi. Jo, thash nuk dua të tingëlloj konspirativ, që do të thotë se nuk i qasëm teorive konspirative të konkludojmë mbi ato idet e konstruktuara konspirative se vaksina kanë ndikuar që ka këto probleme. Bravo. Por, ajo që dua unë të konstatoj është se shumë se sa para pandemisë, mbi këto dukuri që shfaqen, përgjigja është po. Por tani, specifikisht tek adoleshentët, shikoni, ka një gjë që duhet ta kuptojmë se ne psikologët i kuptojmë gjërat, nuk them më mirë se ju, por pak më thellë. Çdo grusht, çdo goditje, çdo lloj ndëshkimi i një adoleshenti është një mesazh që nuk ka ditur ta shprehë me fjalë. Dhe një fëmijë që ndihet i dëgjuar në shtëpi, shumë pak nevojë të bërtas apo të bëj dhunë apo të ushtroj dhunë jashtë shtëpisë, ose në komunitet, në lagje, kudo qoftë tjetër. Pra ju duhet ta dini gjë që bullizmi dhe dhuna nuk janë lojra fëmijësh, por që sot adoleshentët duke modeluar sjellje agresive e duke i shfaqur në rrjete sociale me idenë se do të kemi më shumë like dhe kjo është diçka interesante sepse nuk ndëshkohet. Shikoni, nuk veprohet vetëm me ndëshkim me adoleshentët. Kur një adoleshent bëhet agresiv, që ta dim mirë, pyetja nuk duhet të jetë çfarë bëri, por çfarë ka përjetuar. Kur ne si shoqëri e kuptojmë këtë, atëherë do ta kemi shumë më të lehtë të hartojmë politika ndihmëse dhe në bazë të tryezave multidisiplinare mund t'i reduktojmë këto raste. Ne mund t'i dramatizojmë këto dhe ne ndjejmë empati për këto raste. Por dhuna nuk mposhtet me ndëshkim. Ajo parandalohet me edukim emocional, mbështetje dhe përgjegjësi të përbashkët jona. E qartë, Roni, të faleminderit shumë me të vërtetë që dhe këtë sqarim, sepse kur një fëmijë dëgjohet në shtëpi, ai diku duhet ta nxjerrë jashtë.